Klubi i futbollit Beslidhja ka finalizuar një sezon të shkëlqyer, duke u shpallur kampion i kategorisë së dytë pas një ecurie konstante dhe dominuese nga java e parë deri në fund të kampionatit. Skuadra Lezhjana arriti të imponojë ritmin e saj ndaj rivalëve, duke treguar organizim të lartë në çdo aspekt, efikasitet në fazën sulmuese dhe siguri në prapavi. Titulli fituar është rezultati një pune të gjatë dhe të përkushtuar nga ana e lojtarëve, stafit teknik dhe drejtuesve të klubit, veçanërisht presidentit Pierin Fushaj, të cilët kanë ndërtuar një skuadër konkurruese dhe me objektiva të qarta. Rikthimi në kategorinë e parë konsiderohet si një hap i rëndësishëm për projektin e Beslidhjes, që synon konsolidimin dhe ngjitjen e elitën e futbollit shqiptar edhe në sezonin e ardhshëm. Ky sukses ka sjellë entuziazëm të madh në qytetin e Lezhës, ku tifozët kanë qenë një mbështetje e vazhdueshme gjatë gjithë sezonit. Për të ndarë këtë moment me komunitetin, është organizuar një festë zyrtare e cila do të zhvillohet të njëjtën me 30 prill në orën 19 në sheshin Gjergj Kastrioti të qytetit të Lezhës. Aty pritet që skuadra të prezantojë trofeun para tifozëve në një atmosferë festive me pjesëmarrje të gjerë. Festimet për këtë titull kampion vijnë si një dëshmi e rilindjes së futbollit në Lezhë dhe një sinjal i qartë për ambicjet e klubit në sezonin e ardhshëm, ku synimi do të jetë vazhdimësia e rezultateve pozitive dhe ngjitja drejt superiores.